Përshëndetje miqtë të dashur të emisionit në Zomë, ritakuam përsëri këtë të premte me mua Albinën, ku për gjatë këtyre minutave do informojmë për më të rejat e fushës së kulturës, artit dhe showbizit. Po, si që do rande, para se më nisë më tregu gjithë çka kemi përgatitur për këtë fundjavë për ju, po du mi falendëru bashkëpunëtorët e mia. Falenderit shumë Okrat Woman që është për kujdesur për veshën time, ndërkaq për dukjen time Krenuare Limani. E pa, unë për kopë ju tregojmë edhe storjen e parë, ajo ka të bëjë me qytetin e bukur të Prizrenit, po për dallim nga herat të tjera që gjithmonë kemi ka një fytyrë publike, këtë herë po dojmë i vendos në krye të emisionit qytetarët. Ata kanë dhënë mendimet e tyre të ndryshme, kuptohet e të lezetshme në lidhje me dasmat. Ai kanë pas ndonjë familjar që ka pas më martu si vjet, e për shkak të gjendjes së krijuar në vend, në rajon dhe në botë për shkak të pandemisë COVID-19 i është anuluar dasma. Sa shpenzojnë ata për një dasëm? Këto dhe detaje tjera i sjell Tringa në rubrikën Vox Pop. A prisni dasma këtë vit? Jo, kisha me preferu mos me bo dasma. Valla duhet më majtë, pa tjetër. Pse mos mu, kur cilën kretë restoranët edhe ndashma duhet më bo. A njën një familjar që ka pas më martu si vjetë, po shkaku i pandemisë edhe kësaj s'ka pas. Jo, s'ka pas të na. Për dashma nuk presim Allah. Pse nuk pretni? Po e shkak i kësi korovirusit. A je pro apo kundër këtij vendimi për me mbaj dasma? Kundër jam, kundër këtij vendimi, se unë edhe vetën kam një dashëm, kam e martu djalin, po nuk ka kushtet tashtë. A ke anullu dasmën e djalit? E ku më anullu. Edhe fejesën, edhe dasmën. Po, tash më varet, do më thonë, nëse ka një numër të madh të dasmorëve, atëherë kishte qenë mirë pak me i respektu këto rregullat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë. Se pa dasma nuk ka. Pse nuk ka pa dasma? Po, mas pari ka përfitime në shumë sektore, mandi pak edhe argëtim, që është. Na parktim s'mu me u martu. A njën një familjar që ka pas me u martu si vjetë, po shkaku i kësaj kohë nuk e ka anullu dasmën? Po, kemi në familje, mirë po ta shofim nëse anullohen edhe ata kanë me anullu, e lojnë për vitin tjetër. Duke parë rrethonat e pandemisë, natyrisht duhet i respektojmë rregullat e institucioneve edhe nuk besoj që do të ketë dasma si vetë. Ti personalisht e pro apo kundër këtyre vendimeve për më mbaj dasma? Unë jam pro respektimit institucioneve relevante në lidhje me vendimin rreth hajngjeve dhe ceremonive, duke marrë parasysh faktin që pandemia të mos shpërhapet dhe kështu që masat parandaluese të jenë faktor dobiprues për qytetarët e Kosovës. Duhet më mbajt, se çdo kush ka bërë harxhime, do të thonë me lanë një datë, edhe shpresoj më mbajt. A njën një familjar që ka pas me u martu këtë vit dhe ka anullu dasmën? Nuk njoh, por do që kam pas e kam bërë, do të thonë vetëm me familjarët e ngushtë. A prisni dasma këtë vit? Po, presim si çdo vit tjetër edhe si vjet po. A je pro apo kundër këtij vendimi për me mbaj dasma? Pro për me bë dasma. Pro. A ka ndonjë familjar i yti që ka pas me u martu si vjetë, po u anullu shkaku i pandemisë? Po, ka pas. 2-3 përhapërsisht nuk e di bashkë sakt. I kanë anullu. Pro dasma, mi maj dasma, duhet mi majtë. Pse? Pse duhet, po pse ka, këta e shkon zinxhir. Jo që thënë gastronomia, po lidhet edhe me gjitha të shkon zinxhir. Vynë mi maj dasma. Po, na presim, po inshallah i majmë dasmat, se vallaj pa dasma s'ka kur gjë. A jeni pro apo kundër vendimit për me u mbaj dasmat? Jam pro vendimit për me majtë dasmat, se ndarësëm çdo njeri kënaqet. A njën një familjar që ka pas me u martu këtë vit edhe e ka anullu dasmën? Po një plot, se unë jam i fshatit, i katunit, edhe një plot. Po, besoj që po. A je pro apo kundër vendimit për me mbaj dasmat? Me dasmat lidhen shumë biznese, kështu që duhet patjetër që më mbajt. Nashta ka dikush që pret nashta që shumë vjet. Që dasëm për shembull ose martu dikon edhe nashta ju ka prish, s'ka mujt, nashta s'mund me shty për vitin tjetër. Nuk e di, ndoshta po, ndoshta jo. A jeni pro apo kundër vendimit për me mbajt? Pro, me mbajt dasma.
A njën do një familjar që ka pas me martu këtë vetë edhe ka në dasmën? Jo. Inshallah nuk kanë lohen se kanë mu trajnu shqiptarët. Pse? Po, pa dasma sunë martoheni. Disa nga karakteret e tij, të cilat kanë qenë të zhanrit komik, kanë bërë buj në mediat roze. Kemi fjalën për regjisorin e njohur kosovar, Agon Miftari. Ai në një intervistë ekskluzive për Zoom tregon më shumë rreth idesë dhe fenomenit të krijuar në karantinë, që ka të bëjë me personazhe të ndryshme dhe historitë që gjenden aty, kuptohet me batuta. Çka ka tre nga jeta e Agonit, kur do e mirpresim atë ndoshta edhe me një serial vendor komik, e shikoni në storyn në vazhdim. Zgjedhe me gjesht, ban me gjesht, ku po do më ta do placin, pikojt do më nisë raketa për pjetë. Këtu të na jalla shteti, Ka nisur rastësisht e idoli shumë e suksesshme. E kemi fjalën për Agon Miftari, cili tash e 2 muaj po na argëton me rolet e tij komike që na bëjnë për të qeshur. Jo, berelet e njefti, vallojnë bre na luna njërin si gusa njekëll, qëtu po të kalzoj. Ai është futur në shtëpitë të gjithëve që përmes rrjeteve sociale ka arritur të krijojë një audiencë. I ftuar në emisionin Zoom, Agoni foli më tepër rreth idesë për këtë trend të nisur në Instagram. Filloi rastisht momentin që u karantinum në për shtëpia, filloi izolimi edhe tu provu aplikacione ndryshme, aplikacione si kisha pas ma herët në telefon. Çka bojnë, të u njoftu për herë të parë me aplikacione si Snapchati, e she filterat ndryshme, edhe impulsin e parë që ta jep ai filteri kur e she me ato tipare, ta asocion në një karakter caktuar, dhe okej, fillova krejt rastisht mi po 2-3 video të para. Edhe reagimi me zhvetmi në Instagram kemi njerë shumë i madhë dhe u mirëpret shumë, dhe mandej kur e pash reagimin e tillë vendosa me hap profilin, me të hapun për publik, edhe kjo me njëherë e murë për masa shumë të mëdhaja, prej 1.000 followers a kaloj në 30.000, 32.000 e kusur sa janë tash. Një pritje e papritshme, unë se pritësha këtë reagim, këtë pëlqim, më thonë ka që të madhë prej njerëzve. Kjo është ajo që më boni me vazhdu prej 4 videove në mos më nalë deri sot me bo video. Na shkum plazh, o te shumë është trenën pa ike atë që pa di diçka tha do të më ly me kësa vajullin e tha në morë në gjyrë baja ke. Jena ly në kanë zonë gjumi 4 sahat në reze dilit. Ku bazohet ai në përpilimin e dialogjeve që krijon bashkëbisedim. Deshëm sot da pardje. Kërë na shku në hotele ku morë dhe këse këm qitë shpinë dhe shka bo mjerë. To janë ngjarje kryesisht të tregume për këtyne personazhe ose skicave të karaktereve, të trillume natyrisht, po që kanë një element të një mentalitetit caktuar, një zone caktuar, një qytetit caktuar të Kosovës, ose thjesht tipare, vese të karaktereve tilla çfarë deri tash që janë kriju ose janë formsu. Ato janë formsu për mes tregimeve. Zdi me thonë në i burim të frymëzimit, po thjesht është një farë akumulimi që njerë e merë me vite të pa dhe të e zhvillu aftësinë e të vrejtur. Na si regjisore, aktor, kemi pjesë të profesionit me vrejt edhe me analizu karaktere ndryshme, personazhe ndryshme. Po zakonisht ta e bojmë në veprat dramatike. Kjo na bëhet, si me thoni, vash shprehje që me vrejt edhe tipare, vese, huqe, teket, njerëzve real, e cilat mandej janë ngërshetun këto personazhe. Ai është regjisor në teatr dhe flet për planet e tij që pandemia i andali në gjysmë. Në momentin që filloi nisi shpërthej pandemia, unë isha sapo kisha fillu një projekt të ri, një komedi në teatrin e Gjilanit. Jam regjisor teatri me profesion, edhe tash po presim që sa më shpejt normalizohet edhe sikurse institucionet tjera që kanë fillu
rifillu punën edhe funksionimin normal, natyrisht me masat shtesë, që edhe teatri ta filloj punën e vetë dhe ne të vazhdojmë ku e kemi lanë. Ua kur t'ja ka nisë mosil, bing, 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 së nake e centrifuga. Pa i këtë zverë, të limoni, qëllë, bo, pa i ke uajt nalë ma vlot, poqa, thesha uajt sën të anoli se vetë të kru. Thesha gjuja ta, spjall gjuhën dhe ke amoni gjuja te se konë të pëmoj. Ta shika të kësi pas një qef mësil, për dëmi asil që ke djallja e njona e thire di kanë telefon, kër i na është dryp 7 vllaznia e sojnë apret që në më narre. Ja këna nis me sjell, su një raq një baks kërqysh me plas, kur ardhën pak vetje e pomë si ishin kon veç dër. Pa i ki pirot pak ta shape i cilë në sape i cilë në skor në këti. Për më shumë artisti kosovar është i angazhuar në një televizion vendor, ku ka një rubrik të vetën, me krejt personazhe që ka krijuar përmes aplikacioneve në telefonin e mençur. Ai më tutje pohon që do vazhdoj, por ende nuk e ka një plan konkret. Natyrisht që kjo është diçka që ka nisë në një kohë kur të pamundsohet puna primare, edhe sigurisht që do të vazhdoj, përveç videove që i postoj në Instagram, unë kam fillu edhe me një rubrik të veçantë që quhet Gjithologët, e kemi titullu Gjithologët, është si rubrik pjesë e emisionit Desku në KTV, edhe kjo do të vazhdoj, besoj për një kohë gjatë, publiku do t'i ketë prezente këto video dhe këto personazhe, po natyrisht përparësi do të ketë momentin e normalizimit situatës, puna ime e primare si regjisor teatri, duke mos e lënë anash edhe këtë aktivitet që ka linë gjatë pandemisë, natyrisht për hir të shikuesve të cilët ende po e pëlqejnë. Përderisa e bëj me qef dhe përderisa njerëz po e pëlqejnë, do të vazhdoj edhe me këto video. Agoni flet për personazhe që kanë nisë të bënë pjesë e jetës së njerëzve. Te personazhet, secili ka diçka që më bën mu personalisht me vazhdu e me zhvillu. Secili natyrisht ka audiencën e vetë, ka publik, ka njerëz miq të mi që më kanë thonë filon karakterin pëlqen më shumë se ky tjetri, më shumë se këta tjerë. Dikush tjetër e pëlqen dikon tjetër, kështu që është thjesht punë çështje shije. Besi, Sinoni, Astriti, Përparimi, Avdyli, Blerimi dhe Nole janë disa nga personazhet e tij, që ai për secilën e ka nga një histori dhe nuk heziton të nxjerrë vese të njerëzve, duke i përdorur për batuta të lezetshme. Agon Miftari, si një regjisor i njohur, ka premtuar shumë për artin në përgjithësi. Ata që kanë Snapchat e dinë që funksionon filteri, muj me demonstru thjesht. Kjo është përparimi ose permi. Po i kam edhe syzat e mija, do na mi hek, që nusë me u bo dy parë. Përshëndetje Zoom, përshëndetje Tringa. Kjo paka shumë është proces i thjesht, po mandej kjo anë teknike mushet edhe me tregimin edhe me tiparet e personazhit. Miqtemi të dashur, tash është koha për intervistën e javës, për një rubrik që kemi vendosur çdo javë me pas një temë nga shtetet e ndryshme të Kosovës. E nisim me shtetin e bukur të Prizrenit, ku ju thash dhe në hyrje të emisionit që është një edicion kushtuar këtij qyteti, që njihet ndoshta edhe për dyqanet më të bukura të argjentarisë, po pse jo edhe për veshjet qoftë kombëtare apo tradicionale të nuseve. E meqense kryetema në media tona, qoftë në rubrikën e showbizit, por edhe të sektorëve tjerë, ka qenë pro apo kundër anulimit të doasmave. E në vazhdim do keni mundësi që ta shihni pikërisht këtë temë ku kanë folë edhe disa kreatorë të njohur, disa studio të bukurisë, edhe dyqane të argjentarive. A mendoni që pandemia ka zbehur punën e tyre? A do të martohen si vjet çiftet apo do të ketë anulim? Për ne mam, këto dhe detajet tjera i ndeshni në rubrikën intervista javës. Doasmat janë pjesë e secilës familje. Ahengjët janë ato të cilat na shoqërojnë në stinën e verës.
por virusi COVID-19 si duket po i ndalon dasmat këtë vit. E tema që po përflitet më shumë është vendimi i qeverisë për anulimin e tyre. Për këtë vendim, ata që po e pësojnë më shumë janë bizneset private, që ofrojnë gjithçka për realizimin e deri tek mbajtja një ahengu. Në Zoom ju sjell një përmbledhje me pronarët e disa dyqaneve që bojnë organizimin dhe përgatitjen e dasmave. Kreatori i njohur Mr. X për në Zoom u shpreh shumë i ngazëlluar për rifillimin e punës në atelien e tij pas 2 muaj pushim. Ka mungur shumë puna këto ditë edhe ai fluksi i njerëzve, i punës, i aktiviteteve. Kesh goxha i entuziazmum për me fillu sot, kështu që është një ditë shumë e veçantë për mua, edhe normalisht është bërë paraqitja lajmërimit e klientëve që prej datës një lokalion, një qershor, domethënë lokalion do të jetë hapur. Mr. X tregon që pandemia i prishi planin e tij për një koleksion në Gjermani. Na kemi pas me realizu koleksionin e fundit me datën 15 mars në München të Gjermanisë, mirë po për shkak pandemisë dhe për shkak të pamundësisë për udhëtim, atëherë është dashur me shty. Por këtë koleksion ai mendon ta vazhdojë gjatë kësaj jave duke realizuar edhe fotosesion të fustaneve të fundit, që i ka dizajnuar me aq finesë. Kreatori në fjalë nuk mendon që pandemia ka ndikuar direkt në mbajtjen e ceremonive të dasmave. Në fakt, sipas Mr. X-it, në 2020 do të ketë më shumë dasma se sa viteve të kaluara. Çështja e pandemisë ishte në atë kohë kur nuk ka qenë sezona, domethënë, kurse sa i përket kësaj vere mendoj që do të ketë pothuajse të njëjtin fluks sikur që ka qenë edhe viteve të tjera. Unë mendoj sidomos njerëz kur e kanë diçka ndaluar i bën edhe më kurrështar për me realizuar atë, kështu që nuk është çudi se si vjet ka pas shumë më shumë dashnë se vitet e tjera. Ai më tutje pohon që porosit online nuk i kanë munguar as gjatë pandemisë, nga si janë mbajtur evente të ndryshme në ambientet familjare për jo dasma. Na kena pas porosi edhe gjatë pandemisë, sepse njerëz kanë pas evente të ndryshme, nuk kena qenë vetëm me dasma, njerëz kanë vesh fustane ose veshje edhe duke qëndruar në shtëpi, duke reklamuar veshjet në për rrjetet ndryshme sociale si për shembull Instagram, TikTok e të tjera. Kështu që ne ofrojmë mundësi zgjedhjes të ndryshme edhe besoj që njerëzit kanë hapësirë me përdor veshjet të tona për evente të ndryshme. A ka kursy para Mr. X gjatë këtyre muajve të izolimit? Nuk e di të plot bizneset po na ashtu kështu gjatë kësaj kohe na ka rënë me pauzu edhe me punëtor, kështu që na kena bërë kursime gjatë kësaj kohe. Nuk kena pas me pagu shumë punëtor, nuk kena pas me pagu shumë qira, nuk kena pas me pagu shumë rrym, kështu që gjena thuja se baras. Ai më tutje vazhdon të tregoj që ka pas edhe anulime të porosive, por kjo është bërë më shumë kur klientët e tij kanë qenë në pikpyetje sa do mbohen dasmat këtë vit apo jo. Por ai e bën një lëshim për ato të cilat kanë bërë porosi për fustanin e ëndrave të tyre. Gjithë ata të cilët kanë porositur, nëse nuk janë të gatshëm me marrë porosin në datën e cila është caktuar, mund ta marrin vitin e ardhshëm ose në një datë tjetër të pacaktuar. Për ndryshe, deri në fund të vitit 2020, dizenjatori i njohur mendon që të sjellë edhe koleksione të tjera, të cilat do keni mundësi të shkoni direkt tek dyqani t'i bleni, por edhe t'i bëni porosi përmes rrjeteve sociale. Në anën tjetër, nga Filizi Dras në Prizren tregon që pandemia pak i ka ndalur punën, por e vetmja mundësi për të punuar kanë mbetë shitjet online dhe vellët po përdoren edhe për photoshooting. Artesa është diçka që njeriu e ëndron dhe femna pa e ëndron ta ketë një fustan të bardhë, ta veshë dhe çdo femër, sidomos tash në kohë pandemie ku edhe dasmat janë anulu, kemi pas shumë interesim të madh për vello ku i kërkonin vellot me zbritje që vetëm edhe një photoshooting që t'i mbes në kujtimet e tyre. Por a janë zbritur pak çmimet e vellove, flet më shumë Myba Rashica. Po, çmimet i kemi në shumë të arsyeshme, po normal pasi që pandemia na ka bërë dëm gjithë botën, jo vetëm neve si butik, edhe çmimet automatikisht i kemi me zbritje, si fustana, si vello.
Ajo më tutje tregon që trendi vitit 2020 është fustani më i thjesht i punuar me rruza dore, po për dasmat Myba zbulon se ka pasur shumë pyetje, nga ato të cilat kanë porosit vellot e kanë dhënë kopare, por Filiz Drasës pohon që të holla do të kthehen mbrapsht, duke shpresuar që dasma do të mbahen. Për anulim darsmave nuk na ka ndodhur, se klienta gjithmonë gjatë kësaj kohe gjithmonë se jemi marrë edhe shumë me rrjetet sociale dhe gjithmonë na kanë pyet a do të mbahen darsmat si vjet, çka po mendoni ju, çka po ju thojnë tjerët, po hapen restoranet e këto vetëm domethënë për datat që janë shtyë dhe na kanë kërkuar ato që dikush kush i ka pas me porosi që t'i shtyjnë datat, për kështu për anulim jo nuk kemi pas. Edhe në Grem është vërejtur dukshëm zbeja interesimit. Për të folur rreth kësaj në qytetin e Prizrenit na ka mirëpritur grimerja Rina Baliqi, e cila foli më tepër për studion e saj. Kjo kohë pandemie ka qenë mjaft e vështirë si për krejt botën më. Nuk kemi punu për një kohë gjatë, mirë po normalisht që shëndeti është gjëja kryesore, kështu që si krejt tjertë edhe na kemi qenë të mbyllën. Ajo më tutje tregon se ka pasur edhe anulime në termine, disa të tjera edhe janë bartë për vitin tjetër. Prej datës 18 maj veç kemi fillu me hap studion, normalisht që ka pas termine ma shumë, e janë anullu për shkak të pandemisë. Por, Rina nuk qëndron këtë. Ajo ka nisur një masterclass që përnzom jap më shumë detaje të hollësishme. Kom kriju një masterclass që ka me majt me datën 12, 13, 14 qershor, paka shumë me u marrë me ndaj aktivitet që saj përket profesionit tem që unë e mirëman, mëse s'po mujmë veç me punu në studio, me mujtë me bo diçka rreth grimit. Grimerja Baliqi shpreson që do lehtësohen masat e zbulon që ka anuluar edhe dasmën e saj. Besoj që kanë me u lehtësu masat, pasi që po m'duket që paka shumë veç neve kanë me pana i lehtësu masat. Shpresoj shumë se unë edhe personalisht për vete kom anullu dasmën teme që kom pas me u martu, kështu që shpresoj që kanë me u lehtësu masat edhe kemi mujtë paktën diçka me mujtë me bo. E që një nuse të duket edhe më mirë, ajo vishet me veshje tradicionale. Qyteti i Prizrenit njihet si një vend i cili është adekuat për veshje të tilla. Zonja Ergyle Gjorgjialo nga dyqani Haxhi Sami ka folur më tepër rreth interesimit të klientëve të saj më një herë pas pandemisë. Po, interesimi ndoshta është për plisin, mirë po shitja për momentin punë s'po kemi. Shumë pak kemi, po i shikni vetë qyteti është i zbrazët. Është që puna fare, mundena me thonë që fare s'po kemi. Edhe pas sefte jena të mbyllit lokale, të me thonë. Pas sefte. Mirë po prodhimi jonë po vazhdojnë, po jena të punu, të me thonë. Ajo thot se dasmat mund të bëhen edhe viteve tjera, për shëndeti është më me rëndësi. Mirë se ardhën është asi dasmat të jenë, mirë po kryesore prapë është shëndeti për mua. Se inshallah vjen prapë për vitin e arshme dasmat vinë, po kisha me pasur edhe si vjetë mos bëhen qëto asi s'mund jetë. Edhe si vjetë të bëhen asi dasmat, si vjetë i bëhen dasmat. Se për ndryshe, na si zejtar na marum pa si punë, pa dasma pa kësi sende, pa ahajnë gjeta si familjare. Do me thanë, për ditëlindje, për festën e abetares për shembull, kena pas për gjithmona punë me teshat kombëtare, me plisin, si vjetë në zero kemi qenë, minus, jo që zero. Pronarja e dyqanit të veshjeve tradicionale pohon se friksot nga kjo situatë, e shpreson që gjithçka të rregullohet me kohën. Për momentin si po doket, jena të friksu prej situatës, veç inshallah me ymyt, po i mbajmë ymytin tashti, që përmirësohet. Mes kjo situatë shkon zinxhir, këtu prekën edhe argjentarit, sepse siç jemi mësuar, që kur një dasmë të bëhet, zgjedhja e duhur për dhuratë është are. Nga disa argjentarina kanë dhënë mendimin e tyre, duke thënë që janë pro dasmave, por normalisht me numër më të vogël të ftuarve.
E dikush tjetër nga ky qytet thot se zbeja interesimit për blerjen e arit është zëvendësimi i aksesorëve të tjerë që blerësi kërkon në internet duke bërë kështu zhvillimin e blerjeve online të produkteve të ndryshme që i plotësojnë nevojat e klientëve. Si do qoftë, do bëhen apo jo dasmat këtë vit. E rëndësishme është që do jemi pranë familjarëve tonë, qoftë në shtëpi për të pirë një kafe ose pse jo dhe t'i takojmë ato edhe në vende tjera. Por me rëndësi shëndeti mbi të gjitha. O kështu është jeta. Një këngëtare shumë e dashur për publikun. Është kjo Shqipa Abazi e cila dha mendimin e saj në lidhje me dasmat e cila ishte një kryetemë. Ajo përpos projekteve të reja muzikore nuk mungon edhe që të jetë pjesë e ahengjeve e dasmave shqiptare. Në një intervistë për Zoom ajo tregoi më shumë sa i përket kësaj teme që ishte mjaft e përfolur. Unë jam ajo që ty t'ka dasht. Shqipa Abazi, a është pro apo kundër anulimit të dasmave? Sipas saj, a duhet mbajtur dasmat apo jo këtë vit? A ka pasur data të anuluara? Këto e detaje tjera i tregon vetë Shqipja. Disha t'ju përshëndes pikës pari dhe me ju falenderu, jashtëmase, që më keni zgjedhë mua për këtë temë. Dhe unë do të përgjigjem me sinceritet, si gjithmonë. Pra do të filloj me njerë me pyetjen e parë, qysh jetu i kalu ditët e izolimit. Na përshkruaj gjërat që i ke bërë prej fillimit izolimit dhe deri më tani. Me të thonë drejtën e kom shiju maksimalisht me familje, besoj që secili është dasht me shiju këtë pushim dhënshëm, me qef apo pa qef, po kryesore e kom shiju maksimalisht. Edhe pak më ka duk e çuditshme kur i kom dëgju që kanë thonë nuk po rrihet është bo bajat. Sinqerisht, unë mendoj që të paktën këtë periudhë është dashur secili me shiju. E vetmja gjë që më ka pengu, do me thonë, ka qenë që nuk kom mujt me shku me vizitu prind sa herë unë kom dasht apo qysh jam mësu unë. Për ndryshe, për mu ka qenë gjithçka në rregull. Pyetja e dytë, tema më e përfolur gjatë kësaj kohe është tema e dasmave dhe anulimi i tyreve. Çfarë mendimi keti për dasmat apo pret me vazhdu? Normal që po pres me u vazhdu, edhe besoj, edhe shpresoj që do të mbahen dasmat përderisa parlamenti qohet me një kohë krize, me një kohë pandemie që kanë qenë krejt bota izolume dhe në Kosovë qohen edhe mojnë ato seancat e tyne, se mos me moj dasmat. Besoj që duhet, po si do që tjetë cili vendim tjepet nga shteti, unë do të respektoj. A ke pas data 2020 që t'janë anulluar? Jo. 2 dasma që i kom pas në qershor, dhe më thoni kam ka fundi qershorit, janë shty për vitin e ardhshëm. Tjerat nuk janë anullu. Për kundrazi, mu i me thonë që 80% të dasmorve na kanë kontaktu dhe kanë thonë që nëse nuk mohen, do t'i shtyjnë për vitin e ardhshëm, po shpresojnë edhe ata sikur na që do të mohen. Metet me u pa kjo punë. Pyetja e katërt, Labi ka deklaruar se është kundër këtij vendimi, Leonora Jakupi pro anulimit. Na tregoni ju mendimin tuaj. Unë mendoj se secili e jep mendimin e vet, ka drejt me shpreh mendimin e vet secili, por që unë flas për pjesën e dasmave. Do me thonë që i takoj kësaj pjesë, unë marr pjesë në përmramjet ndryshme, diskoteka, po jo ma shumë e thirrur në dasma, kështu që e thash edhe më herët që po shpresoj që duhet me u majt, Labi ka pas drejt për mendimin e vet me shpreh, po ashtu dhe Leonora Jakupi plotësisht ka drejt me shpreh mendimin e vet. Jo vetëm këta dy, po cili do që shpreh mendimin e vet është e drejtë e secilit. Po jetojmë në kohë
demokracia dhe duhet mënyrat shprehonit me qenë e lirë. Pyetja e 5. Çka jetu aktualisht na zbulon ai projektori muzikor? Jo, absolut kurrë. Kam shumë plane, po pjesën e pushimit kam dashur ta aman me shfrytzu pushim. Kështu që tash jemi liru pak, kemi kohë, njerë kemi dalë pak, kemi pi kafe me kolege, me shoqe, e kemi shiju, i kemi vizitu familjarët pa tjetër që qysh ditën e parë të lirimit, kështu që mbetet në pa, kemi kohë, pse më ngut. Pyetja e 6, mesazhi për shikuesit. Unë shikuesve kisha m'ju thonë që të kenë durimin për çdo lloj që ndodh në Kosovë, sepse këtu në Kosovën tonë të dashur ndodhin gjana që i duam apo si duam, por mbetet më pa, po shpresojmë për ditë më të mira, sikur në politik, po ashtu edhe në muzikë, edhe në shoqni, edhe gjithkund. Ju uroj gjitha të mirat, shikuesve shëndet mas pari, e tani dasma e këto gjana tjera, dhe gjitha dhuruesve të mi ju them që ju dua sinqerisht dhe paqit gjitha të mirat. Miru pafshim. Se nuk jam si ti. Deshta me njës këtë intro të shikus besniki jone me ishte kjo tëra, po ju e dine që gjithmonë e kemi si që është ambitor të rubrikën e lajmeve vendore, apo më mirë me thajnë rubrikën Çka ka tre, ku do me thoni në vazhdim se kush nga këngëtarët tonë të dashur nuk po sjell një, as dy, as tri këngë të reja për 15 këngë të përfshira në një album. Kush nga artistët tonë është duke punuar vazhdimisht për të sjell këngë të reja, pra në vazhdim rubrika Çka ka tre me krejt detajet atë. Si vanë në helmume, maska jo të ra, dil për jetës temës du asien me ta pa. Edhe kjo javë është karakterizuar me publikim të këngëve të reja, por edhe ata të cilët kanë paralajmëruar se do sjellin risi. Gansprel Vukaj është në përgatitje të jo një, as dy këngë të reja, por 15 sësh. Me përdit, unë prej teje s'kom frik, mërë frym, unë krati këm të thym, du është me ik. Zoom ka mësuar që këngëtari së shpejti do publikoj një album, e që këngët e tij janë të zhanreve të fundit, normalisht me tekst nga Vat Gence. Dy tanë së shpejti me këngë të re, këtë ka bërë të ditur vetë ai duke publikuar foto në rrjetin social Instagram me mbi shkrimin @Chapovjan. Në Zoom mëson që zhanri këngës së re do të jetë ritmike. Bonit Fala ishte projekti i fundit i tij. Na jo që jena të fort, po jena pa për shtatëshëm, në klikën e kom gatëshëm, për shdo sen hazë. Nush së shpejti me këngë të re, a i këtar vja në duet me artistin Rino. Nzu mëson që Nush edhe më tutje po vazhdon t'i këndoj dashuris. Ky projekt muzikor është i punuar nga producenti Çekiç në studion e tij, dhe klipi do të jetë i xhiruar në kryeqytet. Kjo këngë do të publikohet më së largu në fund të javës tjetër. S'kom nevoj me lu aktorin, prej ditës por që këm lina. E tani shënot, përfundimi edicionit të radhës të emisionit në zonë. Faleminderit shumë për vëmendje dhe me ne mund të takoni përsëri të premten e javës së ardhshme. Po deri atëherë, për ju që si pritet e doni me mësu më shumë sa i përket risive të fundit nga bota e yjeve vendore, por edhe atyre ndërkombëtare, keni kanalin tonë zyrtar në YouTube në Zoom Official, keni rrjetet tona sociale, qoftë në Facebook, në Instagram, por edhe mund të na klikoni nëpërmjet portalit apo websajtit tonë më të rinj zoom.biz. E një falënderim i veçantë që nuk kam çare, pa i falënderuar është kanë Okrad Woman dhe Krenari Limani në studio Keka. Faleminderit shumë për punën e palotshme që bëni për mua. Deri në takimin tonë të radhës, ju e dini që ju du shumë.